Besoj që Besoj që nga një përvojë e gjatë politike, unë e di që në vendi ka nevojë sa më shumë ndërtimin sesionë. Paka shumë zakonisht për fillimet e kanë këtë vështirësi të veta, e rëndësishme procesi me ecë. Sot do të bëni hapje rëndësishme, më mendoj, në votimin e komisionit, sepse ishte vërtet një ndërprerje absurde ajo që ndodhi për ato 2 ditë. Paka shumë për mua kretë e panevojshme teknike. Tani la jemi tani deputet. Jo rej çdo deputet i Parlamentit të Kosovës që nga sot kanë marrë detyrën e mbështetuar dhe shpresoj që gjithë bashkë në tema nacionale, me interes për vendin, të punojmë fort për ligjet mira, përmirësojmë ligjet të cilat rrugës po na dalin kogja me të lashe, ta çojmë në nivel tjetër demokracinë kosovare, këtë tempo të demokracisë. Ne për ditë duhet të angazhohemi për përmirësimin e shtetit tonë, institucioneve tona, pjekurinë e shtetit tonë, kështu që sot besoj është lajm i mirë me vetë faktin që tani Kosova i ka parlamentin, tani Kosova i ka deputetet dhe deputetet jam i bindur dal nga dal do të gjejnë rrugë për hapat e tjerë. Jemi hinë në fazën e konstituimit të kuvendit, edhe unë besoj që shumë shpejt edhe këto pjesë tjera që kanë mbetur pa përfunduar do të përfundojnë dhe mbetet që sipas ligjit dhe kushtetutës të konstituohet kuvendi dhe qeveria ashtu siç e kërkon ligji dhe kushtetuta. Ju falenderoj shumë.